Dhe shkojmë në Prizren ku është arrestuar një person me dyshim për falsifikim të dokumenteve dhe mashtrim. Prokuroria e Prizrenit njofton se personi me inicialet IQ si pronari i qendrës për verifikim të aftësive profesionale A në Prizren dyshohet se ka lëshuar diploma të aftësimit profesional për profesione ndryshme pa u zhvilluar trajnimit për kaqe teorike dhe praktike, ndonse në diploma është paraqitur se këto trajnime janë përfunduar me sukses. Sipas të dhënave të siguruara gjatë hetimit, këto diploma dyshohet se janë përdorur për punësim brenda dhe jashtë vendit, si dhe për plotësimin e kritereve në procedura të ndryshme të prokurimit. Nga veprimet hetimore rezulton dyshimi se nga viti 2019 deri tani janë lëshuar rreth 1679 diploma për profesione ndryshme. Në bazë të hetimeve, pagesa për një diplomë dyshohet të qenë rreth 300 euro, ndërsa përfitimi nga kjo veprimtari e kundërligjshme dyshohet të jetë rreth 500.000 euro. Kosova do të nisë që të shes qëmyr Maqedonisë së Veriut dhe për këtë ka arritur ujdi me shtetin fqi, por se ekspertët po thonë